shku, nuk ka rëndësi. Unë po e tham. Pse përmendet përsëri pse rikthyet zotin Limaj në debata, është kaq i rëndësishëm, jo po duhet më thon pse rikthehet. Është kaq i rëndësishëm vota, kaq i rëndësishme sa determinuese. Pavarësisht që unë kam shumë kontradikta me zotin Limaj. Ti ke qenë kritik vazhdimisht. Absolutisht. Po ai është një aktor i rëndësishëm në këtë rrugtim. Përderisa zoti Kurti dëshiron me bëu partner. Edhe këto po e tham publikisht këtë për herë të parë. So për zotin Kurti, zoti Limaj ishte kryetari i kuvendit. Po për disa rrethana nuk du me thonë publikisht pse nuk është bë, se zoti Kurti se ka problem. Nuk e ka ai problem. Zoti Kurti ti nuk dëshiron mul me zotin Limaj. Sa i bën me ul. Ti nuk dëshiron mul me zonin Osmani tash. Sa se ka problem nesër mul. Po tham, unë jam arrestu, jam denu 5.200 euro në një plakat publike i si Sargati Serbijës. Albin Kurti se ka pos problem me ul. A i ke rënë pishman për ato? Absolutisht po. Edhe kërkoj falje në çdo kauz. Që ne kemi shkel, unë kërkoj falje edhe jam shumë indërgjegjshëm. Të paktën jam rrit me këto fjalë të arta për shkak dy prind që i kam pas shkolluar me kërku falje, me u pendu për ato që ke bë, po edhe një diçka për mos më të bërsh krenarit. Ne veç kur u prish zoti Kurti me LDK në koalicionin e 2020 se morën vesh se Agim Velios pas ka bë me qenë ministër. Pra zonja Vjos Osmani kam shumë spajtime, sidomos në atë rastin kur ai nuk i beson institucioneve të veta që merr parë prej publikës, se nuk i beson publikës fëmijët e saj shkollën në kolegj privat. Mirë po, do kemi po, mos harro, një ditë kemi pa zotin Konjung sa të dal këtu studio se na të tregu se me a veshte për Limajin ta kthesh një përgjigje për Dardanin zoti Jashari? Unë që është me çfarë përmendje sot po. Kur ndodh një ndarje, për çfarë